أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلندريم ذي الأذريمة إتاكوين بتم الله عز وجل الصلوات والسلامات يدرقين محمد عليه الصلاة والسلام Pasha dhe mshira Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të, familjen e tij, shokët e tij sinqert besnikë dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër e motra, jemi në ligjëratën e radhës së ciklit ligjëratave meditime kuranore, të cilat ligjërata konsiderohen si ligjërata do thotë të syfyrit apo para syfyrit. Dhe në këto ligjërata po mundohemi me lejen e Allahut Azza wa Jall me paraqit do thotë dobi nga meditimi i surave dhe ajeteve të librit të Allahut Azza wa Jall, që leximi i Kur'anit mos me qenë për neve formal, mos me qenë vetëm hajta kry një gjuz apo një faqe nga libri i Allahut Azza wa Jall, por thjesht të shkoqitim mësime dhe porosi, të cilat mësime dhe porosi na garantojnë sukses në këtë botë dhe botën tjetër me lejen e Allahut Azza wa Jall. Thjesht të mësohemi ta trajtojmë prej këtij Ramazani Kur'anin më ndryshe. Libër më të veçantë, jo libër zakonshëm, libër më specifik, më special, jo libër që virret në përmure, do thotë për dekorim, por thjesht të jetë ky libër për neve, urdhërfyes për këtë botë dhe botën tjetër. Zotën edhe Allahu Azza wa Jall e ka zbrit këtë libër, do thotë në Ramazan për t'i dhënë fund i dhujtarisë, për t'i dhënë fund të keqës, për të dallu të vërtetën nga e kota dhe për të dallu të keqën nga e mira. A ka kush e tregon më mirë se Kurani çka është e mirë, çka është e keqe, cila është rruga e drejtë, cila devijim s'ka. Se Allahu për atë arsye ka zbrit këtë libër. Andaj duhet me qenë krenar që jemi ummet i këtij libri, nga sa Allahu Azza wa Jall na ka ndëruar dhe na ka ngrit edhe nga ummet e tjera përmes librit Kur'anit famlar. Dhe kush dëshiron ngritje tjetër, kush dëshiron lumturi tjetër jashtë këtij libri, pasha Zotin e çapës, nuk ka me gjet ose thjesht ka me u fut në iluzione se se ka gjetur lumturinë reale, mirë po ai dhe lumturia reale janë larg sikurse lindja nga perëndimi. Andaj, i nderuar Allah, e nderuar motor, mos e mashtro veten. Me thonë që po gjera ati në për libra tjera. Kur kush nuk po ndalon me lezu libra tjera. Mirë po, me Kur'anin mos e ndras një libër. Çdo libër që të servohet, e lexon një herë, por çdo ditë nuk lezohet. Vetëm me qenë libër i veçantë shumë, por çdo ditë me kthy me kshy vetëm sekuencat kryesore. Kur'anin sa herë që hap besimtari, Kur'anin sa herë që e qel me mësime dhe porosi. Andaj mos të bëhemi për atyre që largohen prej Kur'anit, e lojmë Kur'anin anash dhe nuk e njohin atë vetëm se në Ramazan. Për të arsye pejgamberi alayhis salam i u shënku Allahut Azza wa Jall se Zoti e ka ndëruar këtë ummet me Kur'an, por ata kanë mja kthy shpinën Kur'an ose kanë marrë diçka si të rëndomt. Tha Allahu Azza wa Jall në gjuhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, qala rasulu ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. O Zoti jam, populli jam po trajton Kur'anin si diçka të distancuar, diçka të thjesht që bën pa to dhe ban do thot me ta. Allah në rujt, më arë këtë gjendje do thot e keqe në mesin e muslimanve. Dhe t'jeni të bindur që sa më larg librit të Allahut Azza wa Jall, sa më larg Zoti xhallahu ala. Afrohu me çka dush te Zoti. Ama më shpejt se me Kur'an s'u afrohesh. Tento me fitu dashurinë e Allahut me çka dush. Mirë po çu fiton me Kur'an shpejt, nuk e ki këtë komoditet me gjërat e tjera. O Zoti i Madh, çu na ka bërë idhtar të këtij libri. Do thotë për umetit të këtij libri, bën edhe idhtar dhe shoqërues të këtij libri, nga se edhe gjykimet po ky libër ka marrë para madhërisë së Allahut Azza wa Jall, edhe ka më kërkuar që më ndërmjetësu për atë që ja ka bërë hizmetin këtij libri. Edhe ka jetuar me këtë libër dhe me porositë e këtij libri. Ai i cili ka ndajt pa gjumë natën duke lexuar Kur'an, duke mbush zemrën e tij me iman, me çka? Me fjalën e Allahut Azza wa Jall. Për mësimeve të surës An-Nazi'at,
të thotë të cilat mësime i kanë shkoqit dhe i kanë nxjerr ulemoja, është se Allahu Azza wa Jall kur ka folur në këtë sure për ditën e gjykimit dhe sa ajo vjen është e frikshme, kësaj dite ju kanë tutë pejgamberët e Allahut Azza wa Jall, edhe pse ata kanë qenë më të përgatitur se na, ata kanë qenë më afër Allahut Azza wa Jall, mirë po megjithatë ju kanë friksuar Zotit dhe do thotë takimit me Allahun Azza wa Jall. Se ajo është ditë e vështirë, ditë që ik njeriu prej vllaut vet, prej shokut vet, ik prindi prej vllatit, prej babës, prej nanës, se secili ka gojën e vet, secili ka dertën e vet. Për të arsye ulemoja kanë thonë që sa herë të lexosh këtë sure, është mirë që të kërkosh mbrojtje nga Allahu Azza wa Jall nga përfundimi i keq, nga se vaj halli për ata i cilë e mbyll këtë dunja pa iman, vaj halli për ata i cilë e mbyll këtë dunja me gjuna të shumta pa u penduar te Allahu Azza wa Jall. Çka do të thuash Allahut për gjuna që i ke bërë, dhe që s'e pendu fare për tyre. Dhe më kërkuan nga Zoti, më na ruaj nga përfundimi i keq, se pasha Zotin e çapës kur kush nuk ka garancë se ka me përfundu këtë dunja me iman. Përderisa nuk e kemi këtë garancë, atëherë duhet ta shpeshtojmë këtë lutje dhe këtë dua, sidomos ta shpeshtojmë, do thotë gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, edhe të thojmë Allahumma rzuqna husnal khatime wa na'udhu bika do thotë min su'il khatim. O Allah, na furnizo me përfundim të mirë dhe na ruaj nga përfundimi i keq, ya rabbal alamin. Sa njerëz të ndruar agjërues dhe agjëruese ka qenë me neve sofrën e iftarit, sofrën e syfyrit, mirë po, me kalimin e kohës, duke dashur thojza të emancipohet, është largu nga rruga e Zotit, e llogarit në çmim agjërimin, i llogarit në çmim faljen e teravive, thot nuk kam kohë, kam filan takimin, kam filan punën, vetëm që të mos frekuentojnë xhami me besimtarët edhe t'i fal teravit, vetëm që të arsyetuar se jam i angazhuar shumë dhe nuk mund të agjëroj. Ai është i njëjti, por ka ndryshuar bindja e tij, ka ndryshuar imani i tij, Allah na ruaj. E vaj halli për këtë njeri që përfundimi i tij është, do thotë, me gjëra të këqija dhe të hidhura. Ata burra të mëdhej, sahabët radhiyallahu anhum ajma'in, pastaj të parët tanë selefus salih, që kanë ardhur pas tyre tabiinët, llogaritën e të ndëruar agjëruese, kanë ardhur transmetime që kur ndonjëherë për tyre ka qenë në prag të vdekjes, edhe i ka thonë dikush prej vladëve babës së tij, je në drejtë të vdekjes, çka më këshillon ta bëj një punë të mirë për ty? I ka thonë pasha Zotin e çapës, nuk po di çka më thon. Pse? Për shkak se nuk ka punë të mirë se kom jetu këtë dunjë e që se kom bo. Sa punët na si kena bo. Ka marrë koha kur ta shohmi kiametin, kur të vdesim me kërku kthim mbrapa në këtë dunjë, por kthimi i tillë është i pamundur. Për ta thënë Allahu Azza wa Jalla tha: "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut." Jepni sadaka, zakat, rrugën e Zotit derisa para se marrë vdekja. Se kur ju vjen vdekja, fe yqulu rabbi la akhartani ila ajalin qarib, o Zot sigurt ma kishte shtyja fatin pak. Fa saddaqa wa kum min as-salihin. Që t'jap sa më shumë lëmosh, edhe të bëna burr i mirë. Wala yuakhiru Allahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Allahu Azza wa Jall nuk ja shtyn fatin e vdekjes, ku ti vjen koha me vdek. Ku më disa me pas pushtetin e fortë. Nuk i ku me ik prej vdekjes. Pasha Zotin e Madh, as një sekond nuk ka mundësi me shty vdekje. Edhe nëse ke pasuri gjigante, një sekond i jetë s'ke mundësi me ble. Pasha Zotin e Madh. Edhe nëse vdes me pushtetin më të madh, na të bëhet në xhehenem, një gëllën ku i s'ke mundësi me ble. Për të thënë Allahu përshkroi bisedën në surën Araf mes banorëve të xhenetit dhe xhehenemit, wa nada ashabun nari ashabal janna. Thirin banorët e xhehenemit, banorët e xhenetit, ana fidhu alina min al-ma. Me na servu pak ujë, na hen tha buzët. Qalu inna Allah harramahum ala al-kafirin. Fa Allahu Azza wa Jall ja ka bo haram idhujtarëve, ja ka bo haram edhe një gëllën ku ujë. Ku është pushteti tash? Ku është përsuria? Ku është fuqia që e ki pas? Është të vërtet na para iftarit etemi, thahëm buzët. Por vjen momenti që Allah e ka caktu
që këto buzë me i lagë edhe me u lërgu etja. Për atë arsye pejgamberi ka përdorur kur i thori don dhahaba dhama'u wa batalat al-uruq wa thabata al-ajr inshallah. U lagon vend dhe u lërgua etja dhe u arrit shpërblim inshallah. Pastaj në vazhdim të surës Araf tha Allahu azza wa jall alladhina takhadhu dinahum la'iba wa lahwa wa gharratuhum al-hayatu ad-dunya. Ata kanë hënë këtë gjendje për shkak se kanë marrë fen si diçka loj. I ka mashtruar dunjaja, kanë bredhur te poshtë në alt. Njerëzit i kanë falë taravit, ata kanë dalë dhe nuk janë falë me ta. Njerëzit janë qunë sufir, ata s'kanë qenë me ta. Njerëzit kanë bo iftar, ata s'kanë qenë me ta. E pastaj, pas asaj pasurije që ke vrapu, ke bo qmos me shkuta ajo. A ka mundësi me ndimun atë bo vallaj një gëllën kujsë në tablin. Andaj, me bodoa që Allahu me në rujt nga përfundimi i keq që të gjithë jemi të rrezikum nga kjo gjë, s'kemi garancë edhe shtoja kësaj hallakamet dhe kaosi i madh që po mbretëron në botën, do thot e përditshme në kohën e sotit. Allah e përmirësoj gjendjen dhe neve në përgjithësi. Gjithashtu prej dobive që i kanë shkoqit ulemaja është me bo doa që Allahu azza wa jall me na mundsu me përfundu jetën me iman besim. Se Zotën edhe kjo është thirrje e Zotit dhe kërkesë e Zotit. Ittaqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju që keni besuar, thotë në Zotin për ne dhe mos vdesni ndyshe po duke qenë musliman. Gjithashtu ne me l'amalu bil khawatim. Veprat në Islam, ka thonë Alaihi sallam, shpërblen edhe vlerësohen sipas përfundimit të tyre. Inshallah kemi me përfundim të mirë. Allahu azza wa jall në këtë sure thëmë përën e ka ngushëlluar një farë me pejgamberin alayhi salam për të treguar që mos u ngushto shumë aspektin as fizikisht as do thotë mbrana në zemër. Se fundja fundit hone don ka pas në këtë rrugë toksor, zullumçar, dikush më i madh, dikush më i vogël. Hone don ka pas kriminala. Hone don ka pas njerëz të shturur. Që shukon edhe Firauni në kohën e Musait. Mi po një gjë dije, që s'merr përgjegjësi për atë që ai s'po do më pasu dhe më besu, që s'ka marrë Musai për Firaunin, edhe e dyta, edhe ai ku më ditë sa më pas fuqia e kriminal. Nëse është i destinuar për xhenem, s'ka kush e udhëzon, se udhëzimi është ndonë Zotit, edhe e treta, edhe ati ka marrë fundi. Sado që është fuqia fort me Allahun azza wa jall, çdo gjë bëhet, do thotë zero apo në zero. Gjithashtu ulemaja kanë thonë që atë ditë, do thotë ato zemra që kanë qenë në dunjë, zemra të cilat kanë qenë të ngurcume, më bet seguri, thonë qasat qulubukum fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa, që këto e ka përshkruar Allahu në Kur'an dhe ka thonë, pastaj u ngurcuan ato zemra, edhe u bën ashaddu qaswa, u bën siguri po edhe më bet seguri fortë. Çdo zemra të ndëruar xhiruese, absaruha khashia, çdo zemra dhe këto shikime dhe gjykime ka me qenë të për ullura, por këtë rast me lloj në çmimi. Dhe për ullu, si për ullje krenarije, duke qenë robi i Zotit. E jo më për ullë si për ullje në çmimi, duke pa se çfarë dënimi ka dhënë Zoti me t'i thonë Allahu në fal. Gjithashtu, ulemaja kanë thonë që këto melekët e Allahut azza wa jall që ja marrin shpirtin besimtarëve, iman live që i përshëndetim me selam, i largojnë ata nga kjo botë e dhimbjeve. I largojnë ata nga bota e sprovave, bota e fatkeqësive, për të shkuar në një botë më të mirë se kjo. Neve na duket varri i ngushtë, po pra që ka iman është i gjon sa syri nuk sheh gjerësi. Ai i cili ka jetuar me iman, ku del nga kjo botë del krenar, edhe del i lumtur. Pse? Se Fatimi radiallahu anha
kur u afru te pejgamberi sa afër prak vdekjes, i tha baba jote i Fatime, pas sotit më nuk ka me pas dhimbje. Edhe Fatimja prinde ka pas, edhe filloi me qajt, radiallahu anha, se kuptoj që janë momentet e fundit pejgamberit sa për të shpëngulli nga kjo dunjë. Mirë po i dërgoi Allahu dhe ngushloi. Edhe i tha që baba më nuk do të ketë dhimbje për shkak se ka qenë helmum alayhi salatu wasalam me mish nga jehudikja. Edhe pastaj i tha mos u mërzit bia babës se ti je personi i parë që ka me vdekë mas muje dhe ke mu të taku shpejt me mu. Edhe ndodhe edhe ashtu 6 muj mas vdekjes e pejgamberi vdekje edhe Fatimja. Andaj me bo doa që Allahu azza me i forcu zemrat tona, edhe me na mësu Zoti me pas përfundim të mirë, nga se me një Ramazan mos u mashtro, me një Taravih mos e mashtro veten, me një Xhuma mos e mashtro veten, se me veprat tona nuk ka mundësi me një xhenet. Këtë tha ai që Allah e ka falë gjunat kaluma tashmë dhe tarmë sallallahu alaihi wasallam. Edhe i thanë sahabët, ja Rasulullah wala ant, o pejgamberi Allah ta stea, tha wala ana asun illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi. Përveç se Allahu më përfshin me rahmetin e vet. O Allah na përfshin me rahmetin tonë, ja Rab, këtë mujë mëshirës. O Allah, nëse ti nuk na fal ja Rab, ne do të jemi të humbur ja Rab, na fal o Zot. Gjithashtu për mësimeve është edhe thotë që kanë cek ulemoja që muslimani duhet i dhjetarët mi thirr me urtësi, besim edhe mos me vrashtërsi. Allah i tha Musa dhe Harunit kur shkonin te Firauni, përveç se i tha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru wa yakhsha, thoya aty me fjalë buta, ka mundësia i ndikohet për këtyre fjalëve të buta sjellës mirë, edhe pendohet edhe kthehet. I tha faqul hal laka ila tazakka, thoya ti Firauni të sa Allah ka ditë, po ka dashur ne me na dhom semre, ka ditë që ai nuk kthehet. A kin ndërmend me u përmirësu. Firauni këmbguli edhe insistoi dhe thotë ana rabbukum al-a'la, unë jam Zoti juaj më i madh. Edhe i thotë a keni Zot më të madh se unë. 2 herë ka përdorur shprehje ndryshme. Edhe kur thotë Firauni e pa që po fundoset, tha amantu thotë besova në Zotin, thotë e ben Israelve, edhe Musait. Allahu azza tha al-ana qad asait wa kuntum min al-mufsidin. Tash tramend me besu, edhe ke qenë fesaxhi i madh. Dhe normalisht Allahu azza nuk ja pranoi thotë besimin e tillë. Andaj thirrë njerëzit me urtësi, me edukat. Udu ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al-hasana wajadilhum billati ahsan. Thirrë njerëzit me urtësi, edhe me edukat edhe me komunikim të qartë, të drejtë, thotë pa shybla edhe pa nënçmime. Gjithashtu, ulemoja kanë thonë te fjala e Zotit yawma tadhakkaru al-insanu ma sa'a, atë njeri i kujtohet këtë kur bëhet kiameti. Si lloj pasqyrimi, i kujtohen këtë bomba që ka bu. Kanë thonë ulemoja, bone një punë në Ramazan në këtë rast, që ku djena e ditë e vështirë, me kujtuat punë edhe aja punë me qenë kandel për tyje, për t'i kaluar sirët që pasojnë njëra pas tjetës. Sot me marrë një rrugtim kur s'ka ndryqim 5 kilometra i vetmu, pa kandel ndryqus është vështirë, me kandel ndryqus prapa është vështirë. E në atë momente, kena më nevojë mas shumëti, me bo punë të mira edhe me i kujtu pastaj këto punë të mira. Dhe mos bëhet vonë. Bënë një punë në Ramazan që të gjindet në varë,
Bënë një punë Ramazan që të gjendet në atë moment, edhe kur të kujtosh atë punë të mirë që e ke bo, thot një farë me lirosh. Andaj paramendo ai njeri i cili veç keq ka fol, veç sharri ka bo njerëzve, veç keq ka vepru, çish ka mundi ai njeri në atë momente kur Allah tha jo ma të dhekkeru l'insanu ma sa'a. Kur njeriu e kujton se çfarë ka vepru. Allah përmirësoj gjendjen tonë. Pastaj prej dobive që kanë nxjerrë ulemoja është para se më ardh që kjo ditë ndalu edhe llogarit e vetën. Nga sa Omeri ka thonë hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Llogariteni veten tuaj para se t'ju llogarisin. Punoni këtë dunja, nga se kjo dunja është punë, e bota tjetër është llogari. Gjithashtu ka thonë ulemoja, kjo sura na mëson, thotë që thirrsi duhet me pas urtësi dhe mënyrë të mirë paraqitjes. Ti mundesh me qenë i ditur, mundesh me pas mirë, bukur mirë argumentimin asaj që ka të thonë, ama forma mundet me qenë katastrofale. Sado që të refuzon atij që i drejtohesh për thirrje, sado që refuzon këtë thirrje, nuk duhesh të dorëzohesh edhe ta lësh anash thirrjen e tij. Nga se pramoni, do thotë Allahu i tha Musait, do thotë që duhet me shku edhe me lut, atë kuptimin e fjalës, me edukat, edhe pse të ka kundërshtuar një herë apo dy herë. Gjithashtu kjo sura mëson vlerën e mbikëqyrjes Allahut azza wa jall. Ihsanin an ta'bud Allah ka'annaka tara fa lam takun tara fa innahu yarak. Ta adhurosh Allahun sikur sa ai duhet duke të pa, edhe pse ti nuk e shaj të sheh. Këtë rast mos me të pa Zoti aty ku nuk do. Mos me të pa Zoti mëkat. Shpesh ai njeri mashtrohet, hajse vetëm një herë kësaj radhe. Hajse mëkati është i vogël. Që kanë thonë të parës tonë, për të Muhammed ibn Wasi rahimullah, la tanzur ila sighari al-ma'siyah, walakin yanzur ila idhami min al-sayt. Mos e këshyrbe vogëlsinë e gjunait, sa i vogël e gjunait, po këshyre madhështinë e tij që të i bëjë gjuna. Ku na jetë i bëjë gjuna? Allahu azza wa jall. Sado që gjunai është i vogël, po njeriu kur e kujton madhështinë atij që është i bëjë gjuna, rikujtimi i tij dhe ndjesia se Allahu të mbikëqyr, automatikisht nëse ki në zemrën e shëndosh reflekton, edhe nëse s'të largon tërësisht nga mëkatit, ta zbet dëshiren, edhe ndoshta të largon nga gjunaj. Pra të arsye Allahu ka premtuar shpërblime gjigante për ta njerëz. Se njerëzimi, joshemi, për me bëjë gjuna, komoditeti i madh, mundësitë e kryes gjunajit, vetëm kur e kujton njeri që Allahu po e sheh. Jo njerëzit, Allahu i jenë turp. Turpro pra Allahu këtë dunja, që Allahu të turpro para teje apo për ty me dënu në botën tjetër. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Allahu akbar. Allahu than këtë sure, ai i cili friksohet nga men Zoti xhelalu ala. Wa naha an-nafsa 'anil hawa, edhe ka stopu, e ka pengu nefsin nga ndjekja e tekeve, epsheve. Fa innal jannata hiya al-ma'wa. Allah po i garantoj këtij njeri që vend qëndrimi i tij ka me qenë xheneti. Garancë nga Allahu për ty dhe për mua, agjruese. Çfarë garancë? Me ju friksu Zotit për një që është duhet, edhe ky frikë me ndiku të na, me na kanalizu punët, me na qitë mbinar edhe teket, edhe mentalitetin ton, edhe nefsin ton, epshin ton. Me po njeri me vepru çka ti teket. Me bo me jetu qysh ty teket ati. Pasha Zotin e qabës del katrahure madhe njetën e njerëzve. Ama menaxhimi i tekeve vjen duke jetu të Zotit. Ai cili menaxhon nefset, epshet, teket e tij dhe i tutë Zotit, Allah po thotë që i garantoj atij xhenetin në nesër ditën e gjykimit. Dhe frika e ndaj Zotit edhe mbikëqyra se Allah të shikon dhe nuk i gati asnjë fjalë jote, asnjë mendim jote, është prej veprave më të larta. Gjithashtu ka thonë ulemoja, fa qul hal laka ila an tazakka, thonë Firaunit, a ki ndërmend me u pasru? E tash. Pastrimi është dy llojesh.
pastrimi e teskje el kubra, pastrimi i madh është ta pastros zemrën nga çdo gjë që një los atë, shirk, syfaci, kufër, me një mallësi vetë pëlqen. E pastër, e që kjo zemër, ka me pas shpëtim nesër ditë e gjykimit. E këto e ka dash Allahu nga Firauni në momentet e para. Edhe sa që ka shku Davet, mi për Musaj dhe Haruni. Dhe këto du të pas dohosh. E dyta pastrimi nga ana e jashtme, veshja bukur, abdesi, gusli edhe gjërat e tjera që kërkon fetarisht pastaj mas besimit. Andaj pastroje veten nga njollat e besimit të kot në këtë botë para se marrë momenti më u buvon botën tjetër. Qad aflaha man tazakka wa qad khaba. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbi fa salla. Do thotë ka shpëtu garancë nga do ai i cili ka pasur veten e ka përmend Allahun dhe është fal. Ose qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ka shpëtu ai i cili ka pasur veten dhe është ndëshku. E ka shkatruar veten ai i cili nuk është pasrum. Pastaj Allahu Azza wa Jall ka kërku që wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Po thirrë unë te Zoti jot, thotë që ti fiksosh atij. Në Islam agjëruese nuk jon punë me pretendim, me rrahje gjoks, me tregim, kallëzim, të folur, pretendim. Në Islam punë jon me vepër. Ai cili pretendon se i friksohet Allahut Azza wa Jall, ama pa pik turpi, kryen gjunahe, ky njeri ka rajt, ka gënjy se i tutë Zotit. Ky njeri ka bu kamuflazh. Dhe për këtë gënjeshtër ka me dënu Allahu Azza wa Jall dhe ka me marrë pyetje. Gjithashtu kanë thonë ulemaja, inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Këtë Kur'an Allahu thot që kom zbrit ka mësim për ata që i tutë Zotit. Dhe ulemaja kanë thonë ku ardhur ky ajeti që ju ka drejtu Firaunit Musaj dhe Allahu e ka cekto, çdo kush i cili nuk merr mësim dhe nuk ndikohet nga Kurani dhe porosit kuranore e ka një ves Firaunit ose është Firaun vet, Allah na ujt. Ana ja kemë qenë Firaun, ja kemë qenë anën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Gjithashtu kanë thonë ulemoja, Allahu Azza wa Jall i ka sjell idhujtarëve me argumente logjike. Për shembull, antum ashaddu khalqan am as-sama'u banaha. A ju, o ju njerëz, jeni ma let me u kriju Allahu a qejt edhe tokën, tash llogarit një plom njeri mbi tokë. Sa qejon, sa gjigant janë njeri nuk uret. A qysh për mohoni ringjalljen? Kur Allahu i ka kriju nga hiçi. E tash rikrijimin e dytë e ka më let, edhe pse për Allahun çdo gjë është let. Kjo para e dyta. Kur Allahu ka treguar që si shmara për mohoni ringjalljen e. Allahu i ka kriju juve një plom njeri, ka kriju qej dhe tokën, krahas juve kur gjosini ju, edhe prap nuk logjikoni, do thot edhe e mohoni ringjalljen, Allahu na ujt. Gjithashtu ka thonë ulemoja, wa burzatil jahimu liman yara. Xhehenemi vlon edhe trishtimosh për ato që e sheh. Letaraunha ayna al-yaqin, kama po njerëzit xhehenemin. Muslimani e shef kalimthi, edhe kalon aty pari, edhe kujton vetë me veti, po të isha zullumqar, do të isha unë banori këtij. Besimtari kalon aty pari, po e falenderoj Allahun, alhamdulillah që Zoti më ka ruajtur kaos. Asaj dhujtarit i shtohet mlefi, shkatrimi dhe dënimi derisa të jenë kome u hedhën në xhehenem, Allah na ujt. Pas arsye me bodo edhe Ramazan, ku është muji pranimit të lutjeve, koni syfyrit, koni iftarit, u Allah na bëj prej banorëve të xhenetit dhe na ruaj prej banorëve të xhehenemit. Gjithashtu kanë thonë ulemoja, zakonisht Allahu Azza wa Jalla ka cek ndjekjen e epshit edhe haramin edhe pejgamberi sallam që kryen shumica natën. Natën bjen bulesa, rësosh çdo gjë. Ka pak sharkullim njerëzve. E në ato momente edhe keqja ka mundësi me bu e madhe, edhe mira ka mundësi me bu e madhe. E keqja dënohet, edhe është komoditet e malet me vepru natën, ndërsa mirja ku të bëhet nuk shef kërkush, veç Allah Azza wa Jall.
Kuajshit kanë treguar për Abdullah ibn Mas'udin, kur u çu me fal namazat dhe ekipit duke lexuar Kur'anin suku se bleta që shkon. Janë vetëm me Zotin. Për të syje, Allahu i ka dhënë ndryshim në mendje atyre, në zemër dhe në shikim. E gjithashtu, Allah në ka mësuar në këtë sure se inma anta mundhiru man yakhshaha. Ti je vetëm qërtues për ato që e kanë një për me marrë mend, me marrë mësim. Që të thot, daveti nuk ndalet. E dyta, ti si musliman s'ki nevojë me dënu veten. A thot, normal, ndihesh keq për shkak të imanit. Edhe e treta, secili që nuk merr mësim nga këshillat që ti ja jep, edhe vdes në agjendje, është largu mbi të, thot, arsyetimi, dhe ai do thot ka më qenë për atyre që ndjek hapat e Firaunit edhe kriminalëve të tjerë. Allah na rujt, të cilëve nuk ju ka bëu dobi këshilla, as Kurani do të nuk ka bëu dobi këshilla, me të cilat këshilla do thot Allahu azza e ka dërguar Musain edhe Harunin tek Firauni. Ka që kishim për këtë ligjërat, me lejen e Zotit xhallahu ala vazhdojmë në gjërat e nashme, do thot me mësimet e tjera, meditimet e tjera të surës An-Nazi'at, sura e cila po e lexuam me vëmendje, po i medituam me ajetet e tij, pasha Zotin e Madh, edhe pse kena zemrën guri, me lejen e Allahut na zbuten. Zoti i di më së miri, ju dëshiroj së fyr këndshëm, agjilëm të letët e pranom, walhamdulillahi rabbil alamin.